Para se të paraqes para shqiptarve një provë tronditëse që zbulon ftyrën e shëmtuar kriminale të eksponentëve të kësaj drejtësie të Edi Rams, unë duhet informoj se lash këtë shenim në zyrat e skapit të partisë. Amnistia elektorale është krim i shëmtuar antikushtetues i Altin Dumani, shërbëtori të Edi Rams, i cili në fakt ndaj dhe kërkon që të shtroj kushtetutën në Duman Kushtetut, Kur dhe firma e Sali Berishës. Njeriu që kryeson gjykatën speciale të shqiptarëve ishte një delinkuente e pa ftyrë, e pa moral, e pa karakter, e denuar me burg në vendet fqinj dhe përdorej si sklave nga Edi Rama dhe regjimi aktual.